Mirëmbrëma zoti kryetar, mirëmbrëma të pranishëm. Ne këtu jemi mbledh, domethënë, për të sensibilizuar gjithë opinionin për një angazhim maksimal. Kanë ngel edhe 10 ditë, prandaj duhet ta japim shprintin e fundit, ju lutem, bisedojmë me miq, me shok, me koleg, me familjar, sepse angazhimi ja vlen. Dhe kjo angazhim ka kuptim nëse ne testohemi në ekzekutiv. Pse duhet ne të testohemi në ekzekutiv? Sepse kemi platformën më të saktë. Domethënë pikat e platformës zgjidhin gjitha çështjet shqiptare, edhe ato politike edhe ato ekonomike. Në aspektin ekonomik jemi më unik, më origjinal, me ide. Domethënë kemi amnestim fiskale, taksën progresive, kemi parapa gjithashtu edhe rinegocimin e kontratave të privatizimit. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse përmes rinegocimit ne do të insistojmë për punëzënje proporcionale sipas kriterit etnik. Rinegocimi nuk do të thotë se do të ngrisë koston administrative dhe do të jetë dekorajuese për investitorët e huaj. Gjithashtu kemi parapa masa lehtësuese edhe për investitorët e huaj dhe mirëtrajtimi institucional edhe për investimet e brendshme. Ju i shihni se qeveria që kaloi dhe që nuk do të vijë më asnjëherë ka aplikuar masa favorizuese vetëm për investitorët e huaj. Investitorët e brendshëm zero. Investimet shqiptare zero. Firmat shqiptare subvencione jo. Do me thonë, ne gjithë këto i kemi parapa që të rimëkëmbim ekonominë shqiptare. Sot takova një shok timin në Tetov dhe thash ku shkon? Thash shkoj në drejtorinë e hyrave publike, ta çoj thanë likuidim firmën. Thash pse? Tha po si kom paguajt kontributet për 5 vite. Edhe tash në qoftë se duhet ta riaktivizoj firmën, duhen 5.000 euro. Amnestia fiskale këtë 5.000 euro e zhduk dhe lejon regjistrimin e firmave të reja shqiptare, të cilët do të rrisin nivelin e punësimit të trive shqiptar. Tri shqiptar nuk do të kenë arsye më të emigrojnë jashtë. Gjithashtu amnestia fiskale do t'i falë gjitha detyrimet fiskale në emër të taksave të papaguara ndaj organeve shtetërore lokale dhe administrative të ndryshme. Në qoftë se një nuk është paguar rryma elektrike, aty ka kamat të stërgjatur dhe kosti e rrymës elektrike 5 fishohet, shumë fishohet. Dhe në qoftë se kjo nuk ndodh, ka përndjekje penale pastaj. Ne jemi dëshmitar të faktit se aktiviteti përmbaruesve ka qenë jashtëzakonisht evident për shqiptarët. Dhe kjo pse? Sepse urdhërdhënës kryesor kanë qenë institucionet shtetërore, gjykatat themelore, ministritë rajonale, drejtoria e hyrave të përgjithshme, banka qendrore e kështu me radhë. Me thënë gjitha organet shtetërore, ata janë urdhërdhënës kryesor për ekzekutim të pagesave të dhunshme. Dhe subjekt kryesor janë firmat shqiptare, qytetarët shqiptar. Përmes amnestisë fiskale ne do të parandalojmë këtë urdhërdhënie të organeve shtetërore, do të falen gjitha kamatat, do të falen gjitha kamatat e stërgjatura, do të falen kontributet e papaguara të firmave për punëtorët e padeklaruar në organet gjyqësore, dhe kështu, do me thonë, do të ketë një motiv për rimëkëmbjet e ekonomisë. Edhe firmat do të aktivizohen, do të rritet numri i regjistrimit të firmave, do të rritet niveli i formalizimit të ekonomisë shqiptare, mbi bazën e të cilës nuk do të ketë më dënime. Ekonomia shqiptare është jo formale si rezultat i faktit se nuk është trajtu institucionalisht si duhet nga organet shtetërore. Subvencione nuk ka pat, masa lehtësuese fiskale jo, motive shtesë jo. Prandaj shqiptarët kanë qenë të detyruar të marrin pjesë në informalitet. Përmes amnestisë fiskale, ne përveç se falim borxhet, stimulojmë ekonominë formale të shqiptarëve mbi bazën e cilëve nuk do të ketë dënime. Taksa progresive është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse taksohen kryesisht privatizuesit e huaj, të cilët kanë privatizuar asetet e ekonomisë publike, ekonominë publike të Maqedonisë, dhe në këtë mënyrë do të krijohen tyra buxhetore për të ballafaqur këto shpenzime. Gjithashtu do të reduktohen në minimumin e nevojshëm të gjitha shpenzimet e reprezentacionit të zyrtarëve të PDSH-s, nëse ne do të marrim legjitimitetin dhe do të bëhemi pjesë e qeverisë. Prandaj ne kemi parapa një miks politikash ekonomike në kuadër të platformës ekonomike, në mënyrë që të shpëtojmë gjendjen e ekonomisë shqiptare. Gjendja e ekonomisë shqiptare ka shkuar në nivele kritike. Përmes
pikave të platformës tonë, këtë gjendje e përmirësojmë, likuiditetin e përmirësojmë, motivin për punë të trive e rrisim, dhe gjithashtu tritma nuk do të kenë nevojë që të emigrojnë jashtë. Prandaj ju lutem për përkraje masovike të kësaj platforme, sepse ne jemi të vetmi që kemi platformë origjinale, tjerët kanë platformë të kopjuar kryesisht nga partitë politike maqedone, thujnë do të rrisim pagën minimale. Paga minimale përmirëson mirëqenjen dhe standardin e punëtorëve ekzistues. Sa është numri i punëtorëve ekzistues në sektorin publik dhe gjysmë publik që janë shqiptar? Është në nivele marginale, në nivele të ulta, 2%, 3%, jashtëzakonisht e parëndësishme. Ne kemi politika të sakta për të përmirësuar gjendjen e papunësisë së trive shqiptar, përmes gjithë këtyre politikave. Prandaj duke marrë parasysh originalitetin e platformës tonë, ju lutem që këto biseda që i bëjmë ne këtu si bashkëbisedim, sepse ju gjithë i dini këto biseda të hyjnë në çdo shtëpi shqiptare, të argumentuara si duhet, me të vetmin qëllim që të përkrahemi dhe të dënojmë këtë keqçeverisje të BDI-s. Dënimi i keqçeverisjes ka kuptim vetëm nëse votohet Partia Demokratike Shqiptare, e vetmja parti që ka qenë rezistente ndaj dhe force vetme reaguese ndaj keqçeverisjes së BDI-s. Nëse votohet një parti tjetër s'ka asnjë kuptim. Prandaj ju lutem edhe një herë për përkrahje me datë 11 dhjetor për një angazhim maksimal dhe gjithë këto pika të platformës do të udhëhiqen nga kryetari jonë, Zotëri Menduthaçi, i cili kësaj radhe me të vërtet është i vetmi që mund ta lëviz punën përpara. Të tjerët nuk kanë as guxim, as intelekt, as potencial për të lëviz punën përpara. Është i vetmi lider që mund të lëviz punën përpara. Prandaj ju lutem edhe një herë për angazhim maksimal. Ju falenderoj. Faleminderit nën kryetar. Ftojmë kryetarin e partisë që të merr fjalën. Faleminderit. Ne mendoj se qëllimin kryesor kjo fushatë e ka arrit. Mbrëm njëri prej bashkëbiseduesve më tha, kryetar, krejt shqiptarët mendojnë tash si PDSH-ja dhe krejt shqiptarët me zemër e ndjejnë PDSH-n. Qëllimi jon i Partisë Demokratike Shqiptare është që prej sot 4 vite të ardhshme ky quhet programi dhe platforma kombëtare e shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe unë mendoj se ne bashkërisht këtë e kemi arrit. Hapi tjetër është duhet bindim një pjesë të vëllezërve tonë që janë shqiptar, se kjo nuk është çështje e inati, ndarjesh partish, ne gjithë jemi si një familje. Gjithë kombi shqiptar që jeton këtu është si një familje. Gjithë pak a shumë i kemi hallet dhe problemet e njëjta. Dhe ky program kombëtar i shqiptarëve të Maqedonisë në rend të parë don ta ndalë represionin shtetëror ndaj shqiptarëve. Represioni shtetëror ndalet me ligjet e amnestisë. Një për vepra penale që shqiptarët janë në përburgje, kot, dhe e dyta, shumica e shqiptarëve që janë në përburgje janë të dënuar në mënyrë drakonike. Në vend që njeriu dënohet me 5 muaj, me 3 muaj punë detyrueshme, këta e kanë dënuar ka 3-4 vjet. Ligji i dytë i amnestisë që përmendi Bardhyli në kryetari është falje e të gjitha borxheve që shqiptarët i kanë shtetit. Të tjerët na thuajnë, po nuk polemizojnë në për debate si zvin vet Aliametit polemizoj me mua, thujnë, ju s'mund t'i falni parët e državës, se država s'fal asnjëherë. Nuk është kështu. Njëherë duhet shteti, država neve të na i kompenzoj borxhet që ka. Ky shtet ka borxh neve 1.600 milion euro si popull. Dhe nuk është e vërtet imagjinata e mos njohurisë punës Aliametit që krijon një bindje se shteti ka fabrike dhe i shtyp paret aty. Shteti ato pare i merr pe xhepave tonë me taksa,
me porezet ndryshme. Dhe këto pare duhet na i kthej neve në mënyrë institucionale që edhe ne të jetojmë mirë, që edhe ne të kemi mbrojtje sociale, që edhe ne të kemi sistem pensional për gjithë pjesë, që edhe ne të kemi kredi për gjeneratën e re, bursa, për të studiu, për të shkollu, që edhe ne ta kemi infrastrukturën me rrugë të mirë, kanalizimet i kemi si duhet, parqet, gjelbrimet, të mbrohemi që dikush mos na helmoj ajrin. Edhe kjo është borxhi i vërtet që shteti u ka shqiptarëve të Maqedonisë. Në anën tjetër, atë që e përmendi Bardhyli, polemizuesit ironik, thonë ju do të krijoni gropa të mëdha në buxhetin e shtetit dhe nuk mund ato gropa të mbushen. Shumë e thjesht, prapë do e them çdo ditë, çdo natë. Funksionarët e PDSH nuk do hanë një biftek 82.000 euro. Reprezentacioni do të jetë në mënyrë të automatizuar, që ditën e parë do të zbret në prej 100% në 10%. 20-30 milion euro i kemi plus në buxhetin e shtetit. Do për dalë të e fundit. Kjo politikë moderne e Partisë Demokratike Shqiptare ka një aleat bashk, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian. Dhe ne nuk mund t'i ndëgjojmë mos njohurit elementare të politikës që i ka Aliamit. Nëse ata fitojnë, edhe SBA-ja, edhe Unioni Evropian, hapur veç se nuk thënë këta do të kenë blokade ekonomike. Kur me pas blokade ekonomike, Maqedonia, mos me ndetë bas Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, bjen ekonomia në kolaps total. Këta buxhetin e shtetit e kanë prunë në nivele më të mëdha të borxheve në 25 vjet e fundit. Dhe nuk ka shansa për këtij buxhetit shtetit që ne dalim për kësaj krize ekonomike. Në përmjet buxhetit shtetit, vitin e parë, ne duam të ashirojmë organizmin tonë, pe dënimeve, pe izvërshitellave, pe shumarit, pe policit, gjitha dënimet t'i eliminojmë. Buxheti i dytë, të filloj të krijojë infrastrukturë moderne aty ku jetojnë shqiptarët. Dhe kush na nxjerr neve pe krize, investimi i kapitalit huaj, që do të vit hap fabrika ku ka infrastrukturë përsosur. Dhe në ato fabrika, në ato resurse, do të punësohen njerëz. Jo vetëm punëtor thjesht, po dhe ekspert shqiptar, për shkak se kontratat që do të nënshkruhen me firmat e huaja, nenin kryesor që duhet plotësojnë ato do të jetë. Firma do ta reflektoj me punëtor përqindjen e popullatës. Nuk mund të hapet këtu një zonë lirë ekonomike, nuk mund të hapet një fabrik në komunën e Zhelinës dhe aty të kemi të punësuar 95% Maqedon, 5% shqiptar. Këto firma që do i pranojnë këto kontrata, sigurisht se do të kenë lehtësime të tjera. Kjo është mënyra për të ardhur dhe për dalë për kësaj situate të krizës së rëndë ekonomike. Besoni, të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me kvalitet kombëtar varen për financave. Iku koha e fjalëve të mira dhe iku koha e teorisë, e euforisë, e folklorit dhe romantizmit. Më pyeti një student, çka do bëni për arsimin shqip? Do mbledhim ekspertë rreth nesh, dhe i ndëgjojmë si është arsimi shqip, si mund të bëhet më kvalitativ, dhe normalisht puna e qeverisë është që të jep financa solide për arsimin që arsim të ecë përpara. Unë besoj në këtë përsaktim dhe besoj se këto ditë që kanë ngel, ne të gjithë së bashku do ta mbështesim këtë projekt dhe do ta mbështesim këtë platformë. Ky projekt, kjo platformë, PDSH-ja, shqiptarët kanë kuptim vetëm në rrugën e integrimit NATO dhe Bashkimin Evropian. Jashtë kësaj rruge s'ka kuptim asgjë. Dhe unë besoj se njerëzit e kanë të qartë se më Bashkimi Evropian, si thash, dhe vetë NATO-ja, dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetë se nuk kanë thujnë hapur, o këto duhet të ikin se keqe keni punën si qytetar. Nuk është se kjo politik, kjo gjendje rënd, bashkësia ndërkombëtare apo dikush tjetër do ta dënojë Aliametin apo Gruevskin. Fatkeqësia është se ato dënime bin mbi qytetarët e Maqedonisë, sidomos mbi shqiptarët, të cilët kanë tërësisht ekonomi të rënuar. Nuk do flas më tepër, ju lutem bashkërisht të angazhohemi, jemi shumë afër që ky program kombëtar ta merr edhe vulën themelore demokracisë nëpërmjet votës lirë të legjitimohet dhe s'ka kush që e ndal votën e lirë. Faleminderit dhe respekton. Faleminderit.